Bashkia e Lezhë ka vendosur të mos aplikojë më një tavan të përcaktuar çmimesh për stacionet e plazhit që menaxhohen nga hotelet, duke i ndarë këto hapësira nga plazhet publike. Vendimi vjen pas problematikave dhe keqkuptimeve të krijuara gjatë këtij sezoni veror mes pushuesve dhe subjekteve që kanë kontrata për menaxhimin e hapësirave të plazhit pranë strukturave hoteliere. Sipas bashkisë, stacionet e hotelierëve janë në radhë të parë në funksion të klientëve që akomodohen në këto struktura. Pushuesit që nuk janë klientë të hotelit nuk mund ta konsiderojnë automatikisht këtë hapësirë si një plazh publik dhe duhet të komunikojnë paraprakisht me subjektin përkatës për kushtet dhe çmimin e shërbimit. Bashkia thotë se gjatë sezonit nuk kanë munguar rastet e përplasjeve, përfshirë edhe situata kur pushuesi janë vendosur në çadra të stacioneve hoteliere pa marrë më parë miratimin e subjektit. Ndërkohë për plazhet publike vijon të jetë në fuqi sistemi i tarifave të përcaktuara nga bashkia, ndërsa këto hapësira identifikohen me tabelën plazh publik dhe janë të aksesueshme për të gjithë pushuesit. Me ndryshimin e politikës për stacionet hoteliere, çmimet do të përcaktohen nga vetë subjektet brenda një tavani që bashkia synon ta konsultojë me biznesin. Bashkia e Lezhë pritet gjithashtu të kërkojë vendosjen e tabelave të qarta për të dalluar stacionet në kontratë hoteliere nga ato publike, së bashku me publikimin e çmimeve, në synim shmangjen e keqkuptimeve mes pushuesve dhe operatorëve turistik.